Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV këtë herë për të sjellë përsëri veprime nga çifti më i dashur për të gjithë shqiptarët. Jam duke folur për Eglin edhe për Gjestin. Po bëjnë lëvizje interesante, po bëjnë veprime interesante, po bëjnë gjëra interesante që në fakt marrin vëmendjen e publikut. Ditën e djeshme ato postuan po këto dy video që ju tani do të shikoni. Ju lutemi shfaqni. Kjo është videoja e Egli që u postua me këngën e saj, ndërsa Gjesti ka postuar këtë video në pishin. Do me thënë, të dy videot në pishin, në vask, të dy videot erdhën në afat kohor të njëjtë. Do me thënë, në sekonda të njëjta, në minuta të njëjta, në orë të njëjtë, në veprim të njëjtë. Videoja e Gjestit është e bërë në hotel dhe në qoftë se ne do ta afrojmë me zoom këtë videon, do të kuptojmë tek videoja e Gjestit flas, ja tek kjo, ma ndaloj çik këtu të lutem. Do kuptojmë tek kjo videoja që po e afruan videon shumë me zoom dhe të shohim te syzat e Gjestit, do kuptojmë një diçka. Do kuptojmë që personi që ka bërë fotografinë, se ka dhe drita përpara, do të thënë drita reflekton në syzat e Gjestit, është femër dhe është e veshur me këmishë të bardhë, me maicë të bardhë, dhe rezulton që me flokë të zeza mund të jetë dhe Egli. Ndërsa, te pjesa tjetër, do me thënë, Egli e ka bërë video në makinë, në një makinë të zezë, ku do ta lidhi me videon e mëparshme që komentova unë. Gjesti thot, ku je nis, oj makinë e zezë. Ja, ku je nis, oj makinë e zezë. Do me thënë, lidhe qartazi, veprimi, lëvizja dhe fjalët që thuhen. Dhe kur them unë që marrëdhënia e Gjestit dhe Eglit momentalisht luhet në këtë formë, sepse është marketing për të dy, dhe këto të dy e kanë gjetur sekretin se si ta mbajnë publikun bërthyer për ekrani, ju nuk besoni, është sekreti vetëm për të mbajtur publikun bërthyer për ekrani, kjo është, se nuk ka një sekret tjetër. Dhe kjo është e vetmja formë marketingu. Po të mos ishin këto lëvizjet, po të mos ishin këto videot e këtilla, po të mos ishin këto mesazhet e këtilla, po të mos ishin këto fjalët e këtilla, publiku nuk do të ishte kaq kureshtar për Gjestin dhe Eglin, sepse publiku është kureshtar që thuhet e vërteta, ne jemi bashk ose ne jemi ndar dhe aty mbaron gjithçka, nuk do të kenë kaq kureshtie të madhe për t'i ndjek, për t'i parë, për t'u shkuar nga pas, për të mësuar për jetën e tyre, për të mësuar për to. Domethënë është një mekanizëm që po përdoret për aspektin e famës. Dhe pikërisht kam lexuar shumë komente natën e mbrëmshme. Tani të lutem më mundëso fotografinë të cilën u munduam ta në rregull. Tani kjo rruga që ju po shikoni është rruga e malit të Dajtit, sepse shumë njerëz shkruanin nëpër komente që Egli video xhirimin e ka filmuar në mal të Dajtit. Pikërisht këtu doja të ndaloja. Ju e shikoni se çfarë hapësire ka rruga që të çon drejt malit të Dajtit. Domethënë nuk i ka pemët aq të dendura, nuk i ka pemët aq të ngjitura, ndërsa tek xhirimi ku Egli ka bërë videon, ma mundëson edhe një herë videon të lutem? Te Eglit, okay, edhe nëse do mundemi ta ndalojmë pak, në momentin e këtu ndalo. Domethënë, kjo e tregon që pemët janë, edhe një herë të lutem shumë, ndalo te pjesa e pemë, pak më lart te pjesa e pemëve, që tua e këtu. Kjo tregon që pemët janë të dendura. E shikoni, nuk është se janë si tek rruga e Dajtit, që është një hapësirë shumë e madhe, që është një rrugë shumë e gjerë, ja për shembull siç është kjo rruga që e shikoni. Nuk është e xhiruar në rrugën e malit të Dajtit. Prandaj ua sjell me detaje që ju t'i kuptoni se ku mund të jetë xhiruar dhe në çfarë zone mund të jetë bërë. Rruga duket shumë e dendur, duket shumë e ngushtë, duket hapësirë shumë e vogël, nga kjo pjesa këtu do me thënë që ka më pak pemë dhe ka më shumë hapësirë të gjerë, ka shumë më shumë hapësirë. Do të thënë ka më shumë horizont te kjo rruga, ndërsa te videoja e Eglit ka më pak dhe normalisht Gjesti thot ku je nis oj makinë e zezë. Dhe nëse ne do të
kthejmë videon e Gjestit atë që ka nxjerr Gjesti ditën e djeshme në Instagram, jo këtë. Do të thënë që është në fshatin e tij që është e Gruri, te pjesa ku e kanë bërë Grurin, që i kanë mbledhur ato, do të thënë në kashtat, i kanë bërë katrorka, kutia. Aty do të thënë do shohësh po të njëjtët pemë me të njëjta gjethe të mëdha dhe shumë të gjelbërta. I bie që lëvizjet e çiftit të japin të mendosh krejtësisht botë tjetër dhe ne nuk duhet që të bindemi që çifti është i ndarë. Do thoni ju pse? Ju ndoshta thoni që Tirani është shumë këmbëngulës që ato janë bashkë. Jam këmbëngulës që kanë komunikim për faktin sepse showbizi është treg i rënd dhe për të qëndruar në showbiz, për të vazhduar të kesh famë, për të qëndruar në top tema, se artistët shqiptar luftojnë kush të qëndron në top tema, kush të qëndron në top 500 e parë. Këtë gjë luftojnë ati artistët shqiptar. Artistët shqiptar janë në gjendje të bëjnë gjithçka, të sajojnë në lloj historie, vetëm të jenë të klikueshëm dhe të qëndrojnë në skend. Dhe pikërisht Gjesti dhe Egli kanë gjetur formën e tyre të marketingut dhe forma e tyre e marketingut është kjo. Në momentin që Gjesti dhe Egli do shohin veten e tyre se po bëhet konkurrencë, po fillon Big Pesa, po fillon Big Kosova, po fillojnë figurat reja, po dalin njerëz të ri, po dalin histori të reja, ato automatikisht do të hedhin një foto bashkë, do bëjnë një lëvizje tjetër. Do me thënë, Gjesti dhe Egli, po të mos ishin bashkë, nuk do t'i thonë të Gjesti ku je nis, oj makinë e zez. A mund të lutem edhe njerë videot e të dy çiftit që të binden, është Egli në makinën e zez. Për kë e ka Gjesti tjetër? Për kë e ka në mes të fshatit ku je nis, oj makinë e zez? Do me thënë me pa tjetër që e ka për Eglin, i qonë mesazh, se s'ka për këtë t'i thot tjetër. Dhe kjo është sekreti i këtij çifti që vazhdon të mbjeton dhe unë i përgëzoj për inteligjencën, për zgjuarsinë, se po të mos ishte Gjesti inteligjent nuk do e bënte një popull për vete. E bëri një popull komplet për vete. Dhe populli për vete bëhet me zgjuarsi, nuk bëhet kot. Do me thënë, ky ka zgjuarsi tjetri, e njeh mirë këtë treg, e ka studiuar këtë treg, dhe dije se si të vepron në këtë treg për të mbjetuar. Dhe sot Egli e dije shumë bukur që muzika është në tregun e Kosovës dhe është duke qa atje, vazhdon atje. Nuk ka Shqipëria treg muzike. Treg muzike ka Kosova. Shqipëria mund të ketë treg mediatik, mund të ketë treg emisionesh më të forta, mund të ketë treg reality show, por nuk e ka tregun e muzikës. Tregun e muzikës e ka Kosova. Dhe Egli është duke luftuar me patjetër që të futet në tregun e Kosovës, duke përdor terme të dialektit Kosovës në përkëngë, duke bërë këngë që i kërkon tregu i Kosovës, do me thënë, ky është sekreti i krejt këtij çifti. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdojnë na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.